Shkolla fillore mesme Ulët Sezajr Suroj në Belobrad të Dragashit i është drejtuar policisë me një kërkesë zyrtare për ndërmarrjen e masave të menjëhershme të sigurisë pas paraqitjes së arrinjeve në fshat. Në kërkesë është bërë nga drejtoria e shkollës, është kërkuar largimi apo eliminimi i këtyre kafshëve të egra që sipas tyre po paraqisin rrezik serioz për nxënësit, stafin arsimor dhe banorët e fshatit. Në emër të shkollës së fillore të mesme të Ulët Sezajr Suroj në Belobrad, ju drejtohemi me këtë kërkesë që të ndërmerrni masa të menjëhershme sigurie për eliminimin ose largimin e arrinjeve që janë shfaqur në territorin e fshatit ton. Prania këtyre kafshëve të egra po paraqet rrezik serioz për nxënësit e shkollës son, për stafin arsimor, si dhe për të gjithë banorët e fshatit, e veçanërisht gjatë orëve të mëngjesit dhe pasditës, kur nxënësit udhëtojnë drejt dhe nga shkolla, thuhet në kërkesë. Tutje është bërë thirrje që kërkesa të merret parasysh dhe të realizohet sa më shpejt.